duke vënë lule të freskëta te varri i presidentit historik Ibrahim Rugova, një kontribues i madh për unitetin e popullit dhe për ndërkombëtarizimin e Kosovës dhe çështjes kombëtare në përgjithësi, gjatë gjithë viteve të 90 dhe më pas, tek presidenti i parë i Kosovës, e më pas do të vazhdojmë edhe tek varri i simbolit rezistencës Mandelës së shqiptarisë të Evropës Adem Demaçi, për të vijuar me kompleksin Adem Jashari dhe varret e kryekomandantit Adem Jashari dhe të familjes Jashari, duke shënuar kësaj edhe gëzimin ton për çlirim, po njëkohësisht edhe kujtesën ton për ata të cilët punuan e u sakrifikuan për lirinë që kemi dhe shtetin që e ndërtojmë e zhvillojmë sot. Lavdi të gjithë dëshmorëve, martirëve të kombit, të gjithë veprimtarëve, udhëheqësve politik të gjitha fazave të Kosovës për liri, drejtësi e prosperitet.